kështu që jam Linda dhe këtu jam gazetare, moderatore me Medvegja Sat. Punoj edhe në Ministrinë e Pushtetit Lokal, mirë me shkrime, gazetari, kam 3 libra të botuara, aktivitetet ndryshme letrare, aktivitetet ndryshme kombëtare, e kështu me radhë. Shkrues të dashur që shkruan dhe libra, shkruan dhe tekste. A më shumë na tregu si që është libri yt i parë dhe në cilin vetë është botu? Po, faleminderit për pyetjen. Libri im i parë quhet Në sytë e diellit. Është një libër, një përmbledhje me poezi lirike të ndryshme, tematika adultare, tematika dashurie, tematika sociale, ashtu siç shkruajnë të gjithë. Dhe është botuar në vitin 2020, në tetor të vitit 2020, në kohën e pandemisë, kur ne ishim të izoluar, atëherë unë mora inspirime më shumë për të botuar. Me sa dion për librin e parë e ke bë kopertinën vet. Si të erdhi ajo ide që të përshtatësh bashkë me titull atë pikturë? Po, shumë bukur e ke vënë re, sepse kopertina e librit të parë është ide dhe realizimi imi. Kisha dëshirë, me qenë se ishte libri i parë, ashtu paksa i vonuar, megjithse unë kam shkruar shumë më herët, por kushtet ekonomike nuk ma kanë lejuar që të botoj më herët, ashtu siç ke pasur mundësinë ti dhe shumë bashkëpunëtarë tuaj. Në këtë rast, unë vendosa që gjithçka të jetë dora ime, kështu që edhe kopertinën edhe atë vizatimin ta quaj pikturën në kopertinë, që është një vajzë e cila në tonë ashtu duket si gjysmë siren. I përshtatet edhe emërtimit të librit Në sytë e diellit, sepse dielli është burim i jetës dhe ne si qenie njerëzore jemi përballë diellit, jemi përballë jetës me çfarëdo lloj sfide. Kush ta bëri ftesën për Medvegja Sat që t'jashtë moderatore? Ftesën për të qenë pjesë e Medvegja Sat ma ka bërë i nderuari Rahman Hiseni, i cili aktualisht është drejtari i këtij mediumi dhe njëherët është realizues i shumë veprave të ndryshme letrare. Gjithashtu edhe ka realizuar katalogun me veshje të bukur të gravatave me vajzave të Medvegjës, ka realizuar një lloj historiku, një libër monografik, gjithçka rreth Medvegjës, autorëve të ndryshëm, do të thotë kulturës, trashëgimisë kulturore e shumë çka tjetër. Sa e lidhur me Medvegjën? Po. Më pëlqejnë pyetjet tuaja. Jam i lidhur shumë, megjithse jam pjesë e Medvegja Sat, po ashtu kam shkruar dhe një libër, Zërin për ty Medvegj, të cilin e ke pas ta kam dhuruar edhe ty. Po. Kam kushtuar, do të thotë, një libër për Medvegjën, emisionet këtu që realizojmë gjithashtu në të shumtën e rasteve janë dedikim për Medvegjën. Aktivitetet e ndryshme adhëtare, siç është njëra prej tyre edhe realizimi i protestës, organizimi i saj për të drejtat dhe liritë të njerëzit në lugin të Preshevës, Preshevë Medvegja Bujanovc, që është organizuar në vitin e kaluar, edhe ajo ishte për Medvegjën, kështu që jam shumë i lidhur për të. Si ndjehesh ti kur dal përpara publikut, do të thonë kur moderon në Medvegja Sat? Si ndjehesh? Ndjehem shumë mirë, pa emocione fare, sepse e di që audienca ime janë bashkëvendas të mi. Ata më përkrahin shumë, përkrahin punën time që bëj, përkrahin shkrimet e mia, aktivitetet e mia, dhe natyrisht që pa ta nuk do të kisha mundur të jem ku jam. Cila është këngëtarja e parë që t'ia ke shkruar një tekst për këngë? Ua, të lumt në këto pyetje. Po, është e vërtet, kam shkruar një tekst, një poezi, e cila është realizuar në një këngë, është këngëtarja e njohur Dafina Bajrami, nga Vushtrria. Dhe teksti im, e përshëndesim Dafinën nga këtu, sepse teksti im është pëlqyer shumë nga ajo dhe kompozitori, dhe është realizuar në një këngë të bukur, një dedikim për babain e saj të ndjer. Cilin vetë është bërë ajo këngë dhe si e ndjeti duke shkruar tekstin një këngëtar, pasi që ka qenë këngëtar e parë që ka shkruar një tekst, si e ndje, si të ka ardhur ideja, sepse ka qenë hera parë? Po, është e vërtet. Teksti i parë i cili është realizuar në këngë është realisht Lam të mirë nuk ta thash, ashtu quhet. Dhe ftesa më ka ardhur pikërisht në vitin 2020, kur unë isha pjesë e festivalit të poeteshave shqiptare, është një festival i poezisë që mbahet në Vushtri,
Dhe aty pata rastin të shpërblehem edhe në vendin e tretë në poezi. Poezia Gjerdan Usrie mori çmimin e tretë. Aty unë njoftova me Dafinën, ajo më propozoi, i pëlqeu poezia ime, e cila do të thotë u shpërbly, dhe më propozoi që unë të shkruaj diçka, sepse në atë kohë kishte humbur edhe babai. Mbasi dolëm tek festivalet. Sa festivale ke marrë pjesë, cilat vende i ke marrë, edhe cili është festivali i parë që ke qenë pjesëmarrëse? Tani më ktheve në vitet e hershme të mia, ashtu kur isha si ti. Ishte pra viti 2001, ishte hera e parë kur mora pjesë me një konkurs në nivel të komunës së Fushë Kosovës, e rini çfarë mund të bëni për paqen. Ishte kjo tema. Edhe unë aty fitova çmimin e parë në poezi, sepse ishte një konkurs në nivel të komune, me poezi, me piktura, me art në përgjithësi. Dhe më pastaj vazhdova me festivale tjera, siç është festivali i poeteshave shqiptare që kam marrë pjesë 4 vite rresht. Jam shpërbly me çmime të ndryshme në konkurse të ndryshme që kam aplikuar edhe në Preshevë, tek shoqata e shkrimtarëve Phoenix, edhe aty jam shpërbly me një çmim special. Kështu që ka shumë, tani dhe ti numëroj, ndoshta nuk më kujtohen, por her pas here, aty ku ka mundësi, aplikoj, shkoj. Knatësi të kam sot në emision, shpresoj të shihemi edhe hera tjera, por jo vetëm për libra, po të botosh ende më shumë. Edhe unë të uroj ty shumë suksese, ja gjitha ëndrrat e tua, e për ju me që të dashur, mirë pafshim.